Shenjat e para të sulmit në zemër, kur duhet të thrisni ambulancën. Sulmet në zemër janë emergjencë serioze mjekësore dhe janë edhe të kushtueshme për jetën. Zakonisht ndodhin kur zemra i privohet furnizimin me gjak si pasojë ndonjë bllokimi. Simptomat që kryesisht ndërlidhen me sulmin në zemër janë dhimbje të gjoksit, por kjo nuk do të ndodhë gjithmonë. Kështu doktorët tregojnë për disa simptoma të tjera të cilat mund të shërbejnë si shenja paralajmëruese se dikush është duke pësuar një sulm në zemër. Nëse veç përjetoni dhimbje të gjoksit gjatë sulmit, zakonisht keni ndjenja të shtrydhjes në qendër të gjoksit. Kjo e bën gjoksin të ndihet sikur po shtypet ose po shtrëngohet nga një objekt i rënd. Kjo dhimbje mund të shpërndahet në gjoksin, në duar, në mjekër, në qafë, në shpinë ose në abdomen. Dhimbja në gjoks jo gjithmonë vjen e papritur, por mund të zhvillohet ngadalë. Sidoqoftë, përveç dhimbjeve të gjoksit janë edhe 6 simptoma të tjera kryesore të sulmit në zemër. Ato janë marramendje, djersitje, probleme me frymëmarrjen, ndjesi sikur jeni të sëmurë, kollitje dhe ndjesi sikur keni pasur edhe një sulm paniku.